tani te një tjetër çështje shumë e rëndësishme, ajo e një seance plenare që ka nisur fakt që prej orëve të para të mëngjesit, por do të jetë në këtë çast kolegja Esiona Ekonomi, e cila do të na njohë më tepër pikërisht për ecurinë e saj deri në këtë çast. Esiona, të përshëndes. Të përshëndes Ermal, kjo është ora 9 e seancës parlamentare, por dhe disa orë të tjera do të na duhen për të përfunduar këtë mbledhje maraton të Parlamentit Shqiptar në këtë ditë të fundit për paratikimin e pushimeve të Krishtlindjeve. Aktualisht që po flasim, ka një situatë të normalizuar parlamentare për shkak të deputetët e Partisë Demokratike janë larguar në parti për të festuar themelimin e partisë së tyre, ndërkohë që do të rikthehen më vonë për një çështje të rëndësishme për ta, që është debati për 11 majin dhe se si ishin zgjedhjet parë nga optika e raportit kritikues të OSBE-Odirit. Dhe në fund do të kemi disa orë të gjata votimi, sepse do të votohet nën përmjet buxheti i shtetit, i cili ka rreth 60 amendamente nga ana opozitës dhe votimi parashikon prezantim amendamenti, një folës pro, një folës kundër dhe në raport me buxhetin e shtetit dhe paketet fiskale që votohet sot, paqja fiskale është ajo që shkakton më shumë debat mes palëve, me qeverinë që dëshiron ta bëjë dhe me opozitën që thotë që është një skem për të pastruar paratë e pista dhe paratë e krimit përmes kësaj amnistie fiskale, duke u mbrojtur kështu edhe me rekomandime që ka dhënë Bashkimi Evropian sot dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë. Dhe në fund është edhe votimi për të zgjedhur një avokat të ri populli, për cilën sot janë zhvilluar më shumë se 3 orë debat parlamentar, me opozitën që kërkon që ky proces të ndalet, duke e quajtur se po bëhet një pazar në favor të Endri Shabanit dhe me majorancën që thotë se firmat Endri Shabani i ka marrë si çdo kandidat tjetër vetëm nga Partia Demokratike dhe opozita. Dhe të dyja palët thonë se kandidatët nuk janë të asnjërës, por në fund të ditës sot, ose ndoshta në mëngjesit të datës së nesërme, do të kemi një avokat të ri populli, i cili do qoftë ai, pasi Erinda Ballanca ka më shumë se 3 vite që rrin në detyrë përtej mandatit dhe një avokat populli është gjithashtu një premtim i dhënë Bashkimit Evropian për ta përmbyllur brenda vitit në kuadër të negociatave për antarësim. Në kuadër edhe të rëndësisë që ka vetë për faktin e buxhetit, pritet që të jetë një përfundim në mesnatën e sotme, apo ndoshta të vijojë më pas, ka ende një plan, apo është e paqartë? Kërkoj ndjesë Ermal dhe një nëse më të dëgjoj pyetje në vijim të diskutimit, që është padyshim shumë i rëndësishëm, pra sigurisht është rasti i buxhetit, i nisur që prej orëve të para të mëngjesit e që ende vijon. Mund të kemi një përfundim të kësaj seance në mesnatë për të rinisur, apo mund të përfundojë gjithçka sot? Nëse kemi ndonjë informacion, pra çka shifet deri më tani në kuadër të vimësisë së saj? Jo, nuk ka një parashikim për ta ndërprerë seancën dhe për ta rinisur, ka vetëm një plan për ta mbyllur seancën sonte kurdo qoftë ora gjatë natës, edhe për shkak se duhen 84 vota për avokatin e ri të popullit, çka është një shumicë brish, sepse votimi është i fshehtë, e duke qenë votimi i fshehtë edhe brenda majorancës mund të ketë rrjedhje dhe mosbindje për ndonjë kandidat të preferuar, kështu që do të shohim nëse vjen kryeministri për të garantuar votat, nëse vjen zëvendës kryeministri apo zuluar që gjithashtu është deputete, kështu që e sigurt është që votimi do të jetë vonë, por do të jetë pa ndërprerje sonte, sepse nuk duan të rrezikojnë edhe një herë këtë fortësinë e 84 votave që nuk duhet të rrjedhin nga votimi i fshehtë. Qartë, të falenderoj shumë Esiona. Ndërsa ne do të vijojmë tani më tej me një rezultat të thellë. Klodian Brau zgjosi drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme